Territori shqiptar për datën 31 mars 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me vranësira dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me vranësira dhe rreshje të her pas hershme shiu në shumë zona, ndërsa pasditja vijon me kushte të ngjashme dhe intervale të shkurtra kthjellimi. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 3 deri në 5 orë me diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar, rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:19 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:11 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 7 deri në 15 gradë Celsius. Kukës, 4 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi, 3 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë, 8 deri në 17 gradë Celsius. Durrës, 8 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 6 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 8 deri në 16 gradë Celsius. Berat, 6 deri në 15 gradë Celsius. Korç, 1 deri në 9 gradë Celsius. Vlorë, 10 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër, 6 deri në 14 gradë Celsius. Sarandë, 9 deri në 16 gradë Celsius.